Pra, kuadër planifikimit thamë që janë metodat e kontracepcionit, por ato shpesh dështojnë. Dhe duke mbështet tërë besimin të metoda, në fakt është e bindur që s'ka ngel shtatzon dhe le të themi që ka ngel shtatzania. Çështja e dytë që femra mund ta vërteton që është ose jo shtatzon, tani jetojmë në një kohë krejt tjetër në krahasim me të kaluamën, janë teste shumë të thjeshta, edhe të lira, 20-30 cent, testi i urinës që t'juën. Dhe i mësojmë këto femra që në momentin kur ka vanesë cikli, pa tjetër të bënë spaku një grav testi, thojmë na. Dhe minimalisht, kur ka shtatzani, ai që pas 3-4-5 ditëve të vanesës së ciklit, jep shëja për pozitivitet. Do të thonë, femrat e shpjegojnë si po shihen 2 vjet kuqe, ose njëra mas bet. Pra shëj që shtatzania veç ka fillu. Por akoma më avancuar tash, është një analizë gjakut që e quajmë beta HCG-ja dhe përmes kësaj vërtetohet me saksi shumë të madhe që një shtatzani ka fillu të kjo femër. Akoma jemi në një fazë ku asgjë nuk shihet në formë ultrasonografike. Pra, shtatzanin e kemi në proces, por akoma syri njëri dhe i aparaturës nuk është në gjendje me e pa. Kemi shumë raste. Madje para se të vinë studio me një paciente, kur erdha kështu në studio, ma dërgoj testin pas disa viteve që kishte pritje shtatzanisë. Pra, lajmi i parë tash i mirë për femrat që dojnë shtatzanin është, po i thojmë, ti je shtatzon. Kur e shohim grav testin 2-3 herë që po i del pozitiv, ose kjo analiza përmes gjakut beta HCG që është shumë avancuar dhe më sigurt. Tani cili është maraku tjetër? Ne shtatzanin e kemi, po ku kemi ato që s'po shohim? Sepse edhe nënën, edhe ne si mjek nuk rrim rahat akoma deri në momentin kur e shohim shtatzanin mbrenda kavitetit mitës, aty ku ka vendin. Sepse shtatzania nuk nis me njëherë në mitër në kavitet. Ajo fillon diku larg në tubin e majt ose në tubin e djathtë. Pra i dën disa ditë udhtim për të dalë dhe në kavitet, në të vendin adekuat, në të magazinën qendrore, ku ka mu rrit e i fëmijë jashtëm. Pra në këtë kuptim, aparatura akoma nuk e shef. Analizat po e vërtetojnë. Për neve që kjo periudhë është shqetësuese pak se tash i thojmë pacientit e 3-4 ditë, një javë dhe ditë mund të mos shohim që pacienti rrinë si me ankth. Por nuk kemi në gjendje shumë mi thonë medikamente që për mbajtjen e shtatzanisë, sepse mund të ndodhë rrallë, por ndodhë që ajo shtatzani është jashtë mitre, nuk vjen mitër, zhvillohet diku tjetër jashtë këtij kaviteti. Në të shumtën raste, përgjigje shumë të lartë në tubin uterin. Pra në këtë aspekt kemi shtatzani, por shtatzani patologjike që përfundon në rastin më të keq përmes ndërhyrjes operative. Lajmi tashmë i mirë është kur shtatzanin e shohim brenda mitrës, shohim edhe me ultrasonografi. Por edhe pse shohim, i themi na qesja gestative, nuk e shohim bebe, nuk e shohim embrionin akoma. Prap nuk kemi qetë. As ne si profesionist, që t'i themi nënës po, mirë që ka, po as nënës nuk mund t'japim këtë siguri. I thojmë, lajmi i mirë është se në kavitet ka orë shtatzania. Por akoma s'po shohim frytin. Por nuk ka vend për më shqetësu. Por nënat, që sidomos ato që kanë me marak, me ankth e presin këto ditë deri kur ne arrim ta shohim embrionin. Por jo vetëm që duhet ta shohim embrionin, duhet t'ia dëgjojmë të rrahrat e zemrës së embrionit ose bebes. Pra nuk ndihemi rahat, as një obstetër ginekolog, deri në momentin kur i dëgjon të rrahrat e zemrës parë të bebes. Le të themi që këtu është ajo satisfaksioni janë më i miri që fillon, ose edhe për nënën, edhe për ne, dhe jemi shumë të lumtur, sidomos të çiftet që e presin me gëzim këtë shtatzani, kur ja kumtojmë këtë lajm se po, për momentin shtatzania është në vendin e duhur.
ka rrezefe pozitive dhe nuk përshqiet asnjë lloj patologjie, se në këtë trimestrin e parë, sidomos fillimet e hershme të shtatzanisë, shtatzanit shpesh janë të rrezikuara për aborte. Është si një bimë e re, që akoma në thojza, nuk i ka ngulur rënjet brenda trupit të mitrës. Dhe është shumë fragile. Prandaj ndodhen shumë abortet në këtë trimestrin e parë. Ndër të tjera, se janë edhe shumë shkaqe tjera, trashëgimia e tjera, por e nisi me konceptin kur një femër ngele shtatzon, cilat janë shenjat e para. Në ndërkohë, kjo femër, përpos këtyre elementeve tash është fokusu, ka shtrëngim gjioksit më shumë, fillojnë një ndjenje të vjellërave, sidomos në mëngjes, shqetësohet shumë më tepër, jo të gjitha nënat, dhe thash lajmi tash kryesor dhe i mirë i pritshëm, edhe për neve satisfaksioni është kur i themi që beba është kaq i javë, sepse kur në këtë rast tash e bëjmë edhe një gjë tjetër. Përpos që e pam frutin e ri, qesën gestative me embrionin brenda kavitetit, e masim. Dhe tash përmes matjeve ekografike i përcaktojmë edhe javët, se sa javë ekografike është. A përputhen këto javë ekografike me datën e menstruacionit, se jo të gjitha femrat e kanë menstruacionin 28 ditë. Ka femra që ciklin menstrual e ka 21 ditë dhe është normale. Disa tjera kanë 35 ditë, prapë është normale, 21-35. Çdo gjë nën këtë dhe mbi këtë prag duhet trajtu. Por siç po shihet 21-35 janë disa ditë. Dhe literatura, aparatura këtu në shtin me menu gabushëm se kjo shtatzani tazëm është 8 javë. Gjërsa në fakt kjo shtatzani mund të jetë 6 javë. Nuk ka shumë rëndësi tani a është 6 apo 8, po ka rëndësi për fundin e shtatzanisë. Sepse qysh tash do t'ja komunikojmë kësaj nënës tashme se termini juaj i lindjes është me këtë datë, që të mos fiksot tash pas ciklit menstrual. Dhe ta zëm kur shkon të një mjek tjetër, pa pritmas, që i thot pas ka kalu termini, që në fakt ajo është tamam në kohën e caktuar. Pra, qysh tash bëhet edhe baza reale i tregohet kësaj nënës se kur është mas miri koha e pritshme e lindjes. Edhe një element tjetër me rëndësi është, edhe përmes këtij misioni bëj edhe apel tek nënat të reja, të mos fiksohen mas një date fikse që është se na kemi 40 javë terminin e fundit lindjes, si e shkruajmë. Termini i lindjes është prej kur një femër, shtatzon, mbush 37 javë plus një ditë, është veç në termin. Dhe ky termin zgjat deri në 41 javë 6 ditë, pra 42 javë. Dhe edhe këtu na duhet pak një kulturë ose më shumë një këshillim më i mirë nga ana jonë si profesionist,